Ndeshje e rëndësishme, po jo vendimtare, jo që vendos gjithçka, për shkak se e thash se ka shumë ndeshje deri në fund, janë edhe 30 pikë, domethënë në lojë deri në fund të kampionatit. Po sigurisht luajmë në shtëpi, është stadiumi unë edhe kemi atë rezultate shumë të mira që na kanë përcjellë si vendas. Do të këshyrim normal të marrim maksimumin, po përmes lojës, përmes asaj që na ka karakterizuar deri në këto gjëra luftës edhe grupit që kemi, skuadra lunë si grup, është shumë e rëndësishme dhe mendoj që mund mja dalë të marrim rezultate pozitive në këto ndeshje që kanë mbetë, që të arrijmë objektivin që kemi, që normal që dihet që është Superliga. Na i bëjmë thirrje domethënë edhe tifozërisë tonë, drenasit, po edhe qytetarëve tjerë që kanë dëshirë të shohin futboll, do të jetë një ndeshje po aq interesante sa Liria Vushtrria. Sigurisht qytetet e më të mëdha që janë e bojmë pak diferencën në këtë aspekt, po shpresoj që të ketë një numër të madh tifozëve edhe në ndeshjen tonë.